Vdekja për njerëzimin më spaku ka qenë një proces biologjik. Sokrati mendonte se vdekja është takim me të vërtetën. Urtësia jonë e thellë popullore na vjen në formë të sublimuar frazeologjike edhe neve. Shprehja më e veçantë që e kam dëgjuar doli një ditë nga goja e një plaku tradicional i cili në një rast ngushëllimi na tha: duhet me vdek. Duhet me vdek. Vdekja si imperativ. Për lloj njerëzor nuk ka asgjë më të sigurt se vdekja. Por dikush i vdes familjes, njëri fshatit, tjetri qytetit, se kush komunës, dikush i vdes shtetit, e dikush i vdes kombit. Neve shqiptarve na vdiq Recep Qosja. Ai ishte një nga intelektualët, shkrimtarët, veprimtarët më të rëndësishëm të kombit tonë. Çdo krijues përshkohet nga një princip suprem, qëllimor, i cili është forca e vërtet shtytëse e veprimtarisë së tij. Por cili ishte principi i Qosjes? Elani i tij ishte liria kombëtare. Prandaj gjithçka prodhoi e ka formën e luftës kundër shtypjes. E lufta është strategji. Bazamenti i saj i parë, shtresa e themelit, është vetdia. Mbi të pastaj ndërtohet e sigurt ngrehina e shtetit kombëtar. Në këtë kuptim, me të drejtë u tha edhe këto ditë që ai është rilindësi i fundit. Qosja besonte se duke qenë një komb i rrënjosur në gjuhë, unifikimi gjuhësor i shqiptarëve ishte procesi domosdoshëm i unitetit të vetdijes kombëtare. Më 1968 ai kontriboi në konsultën gjuhësore të Prishtinës, e kur jemi këtu pikërisht sot është 58 vjetori i konsultës gjuhësore të Prishtinës, kurse më 1972 në Kongresin e Drejtshkrimit në Tiranë. Në punimin e tij, aty ai u referua shkrimtarit të madh çek Karel Čapek, i cili thoshte që poeti që e shpreh nivelin më të lartë të gjuhës, e shpreh njëkohësisht nivelin më të lartë të vetdijes nacionale. Pohoj se kjo vepër s'është më pak e dobishme se ekonomia apo ushtria kombëtare. Gjuha e njësuar i krijon konditat për shkollim gjithëpërfshirës kombëtar, duke e krijuar kulturën kombëtare pikërisht ashtu siç e shpjegonte Ernest Gellneri. Qosja mendonte se vetdia e konsoliduar kombëtare pashmangshëm e ngrit kombin në nivelin e organizimit të sakrificës së nevojshme që e çon rrethimin, duke kaluar nga robëria në liri. Mund ta imagjinoj çfarë gjendje shpirtërore ekstatike duhet t'ja ketë shkaktuar dalja publike e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Duke e konceptuar çlirimin si fazën më të lartë të zhvillimit dhe emancipimit të vetdijes kolektive, Qosja është iluminist klasik. 3 institucionet në të cilat Recep Qosja kontriboi aq shumë duke lënë gjurmë të thella në to janë Universiteti i Prishtinës, Akademia e Shkencave dhe Arteve, si dhe Instituti Albanologjik. Studimet e tij mbi historinë e letërsisë shqipe dhe kritika e tij letrare kanë prodhuar vepra kanonike në këtë fushë. Qosja na la kryevepra edhe si shkrimtare prozator. Me rastin e botimit të përkthimit në frëngjisht të romanit të tij Vdekja më vjen prej syve të tillë, shkrimtari ynë i madh Ismail Kadare konstatonte që kjo është një nga veprat më të rëndësishme që është shkruar në gjuhën shqipe.
Publicistika e tij e gjatë dhe veprat me karakter historiko-politik përbëjnë një analizë dhe pikëvështrim të vyer mbi rrugën e përpjekjes sonë për rezistencë e organizim. Por në to gjithnjë formësohet programi i bashkimit ton kombëtar, i demokratizimit ton popullor, i emancipimit ton kolektiv. Gjithnjë ka menduar se Recep Qosja është intelektuali me idenë më progresive të relacionit mes advetarizmit dhe humanizmit. Ai nuk e përdorte as termin nacionalizëm, as termin patriotizëm. Termin të cilin rregullisht Recep Qosja e ka përdorur me shumë dashuri është advetarizëm. Ai ka koncept klasik dhe kulturor për kombin, si dhe për dashurinë për të, e kontributin për kombin e shesi organik dhe të vetëvetishëm për qenie njerëzore. Ama dhe në të njëjtën kohë shton se është shumë i vogël ai njeri në shpirtin e cilit ka vend veç për kombin e vet. Qosja mendonte se ne nuk mund të jemi progresivisht kombëtar nëse nuk jemi humanist universal. Duke qenë intelektualisht i mbrojtur në gurën e racionalizmit kritik dhe iluminizmit prej Erazmit te Volteri, Qosja bënte kritik të pakompromis për ignorancën dhe arrogancën, për autoritetin dhe pushtetin, si dhe për makutërinë e servilizmin. Trupi i Recep Qosjes në la, me fjalë të Sokratit, ai e takoi të vërtetën, por edhe e vërteta e takoi kërkuesin e saj më të paepur, shërptorin e saj më të devotshëm. Qosja nuk është në mesin ton fizikisht, por intelekti i tij që e formuloi porosinë e madhe, gjithandej korpusit të tij krijues, vazhdon mes nesh si trashëgimi. Ajo do të jetoj përgjithmonë. Do të lexohet e do të studiohet, do të diskutohet e do të prodhoj vepra të tjera, do të ndiqet e do të frymëzoj breza. Në dorën e popullit ton, të cilin ai e deshi kaq shumë, do të jetë një pishtar drejtlargët i pashuar për të ardhmen. Lavdi jetës dhe veprës së Recep Qosjes u prej në paqe shpirti i tij.